Sa i rëndësishëm është leximi i librave tek fëmijët? Shpesh prindrit pyesin: a ka vlerë që po i lexoj libra fëmijës tim? A do i mbaj mend fëmia im gjithë këto libra? Apo më dëgjon fëmia kur unë po i lexoj? Nëse keni hezituar që t'i lexoni fëmijëve tuaj, mos hezitoni më. Edhe kur fëmijët në fakt janë në moshën që mund të lexojnë vetëm, kur ne ju lexojmë fëmijëve tanë, kjo ka një vlerë shumë të madhe. Kur ne ju lexojmë fëmijëve, i ndihmojmë që të rrisin përqendrimin, i ndihmojmë të bëhen dëgjues më të mirë. Kur fëmijët tanë na dëgjojnë ndërsa ne ju lexojmë një libër, i lejojmë ata që të zhvillojnë imagjinatën e tyre. Për të mos përmendur gjithashtu që leximi i librave tek fëmijët ndihmon shumë në zhvillimin gjuhësor dhe gjithashtu ju zgjeron fjalorin fëmijëve tanë. Të gjitha këto kanë një vlerë shumë të madhe në zhvillimin e fëmijëve dhe mbi të gjitha janë një bazë për të rritur lexues të vegjël që janë dashamirës të librit.